Kur e pash për herë të parë, era ishte thjesht një vorbull. Flokët e saj të zeza, sinata dhe të gjata deri në bel, sytë e mdhenj që shkëlqenin si dy copa qelibar, dhe ai bushqeshja e saj anash që dukej se thoshte, e di diçka që ti nuk e di. Isha i ri, isha budalla dhe isha i uritur për çdo lloj vëmendjeje që ajo mund të më jepte. Ajo më vuri në provë që në fillim. Nuk ishte një lloj e pafajshme. Ishte një pushtet i ftohtë dhe i llogaritur. Më tërhiqte pranë, pastaj më largonte, më bënte të ndihesha si personi më i veçantë në botë, vetëm që një moment më vonë të më bënte të ndihesha si një i huaj. Dhe unë, si një mollë rreth flakës, vetëm sa afrohesha e më shumë. Atë natë në shtëpinë e saj isha i humbur. Alkooli kishte turbulluar kufit dhe dëshira ime e pamatur për të fituar miratimin e saj më kishte bërë të dobët. Ajo ishte agresive, jo dhunshme në mënyrë fizike, por e vendosur, e pamëshirshme. Më mbante poshtë me peshën e trupit të saj dhe më thoshte se kjo ishte ajo që doja. Unë thosha jo, por zëri im duke i largët, i mbytur nga zhurma e gjakut në veshët e mi. Ajo vazhdoi, ma futi me zor. Ishte e shpejt, e ftohtë dhe e pa shpirt. Pasi mbaroi, u ngrit dhe shkoi në banjë, duke më lënë atje, duke parë tavanin e bardhë, duke u ndjer bosh dhe i trastuar nga vetvetja. Ditët në vijim ishin një mjegull. Një pjesë e imja ishte e tmerruar, e zemëruar. Mendoja të shkoja te policia, t'ja tregoja dikujt, por pastaj era filloi të më dërgonte mesazhe. Fjalë të ëmbla, shprehje keqardhjeje. Më thoshte se ishte e çmendur pas meje, se kishte qenë e padurueshme. Dhe unë, në konfuzionin tim të madh, fillova të ndihesha i rëndësishëm. Ajo që kishte ndodhur, në sytë e mi të turbullt nga dëshira për t'u ndier i dashur, u zhderua në një lloj provë të pasionit të saj. Kështu filloi marrëdhënia jone çoroditur. Unë fillova të e doja vete. Por a ishte dashuri? Apo ishte një varësi? Një përpjekje e dëshpëruar për të rishkruar historinë time, për ta kthyer një moment poshtërimi në një tregim të dëshirueshmërisë sime? Fillova të kërkoja prej saj atë që ajo më kishte marrë me forcë. Doja që ajo të më donte vërtet, të më dëshironte vërtet, për të justifikuar atë që kishte ndodhur. Sa më shumë ajo më trajtonte si një send, aq më shumë unë mundohesha të provoja se isha më shumë se kaq. Me kalimin e kohës, modeli u bë i qartë për të gjithë përveç meje. Ajo do të më shtynte, do të më poshtronte, pastaj do të kthehej duke qartë dhe duke kërkuar falje. Dhe unë do të kthehesha, jo sepse e doja, por sepse kisha filluar të besoja se kjo dashuri e përdredhur ishte e vetmja lloj dashurie që meritoja. Një ditë, pas një sheri veçanërisht të shëmtuar, pash fytyrën time në pasqyrë. Sytë e mi nuk ishin më atë shkëlqim, ishin të zbrazët, të lodhur, dhe në atë moment e kuptova. Ajo që unë doja vete nuk ishte era, nuk ishte dashuri, ishte frika. Frika se nëse nuk e doja atë që më kishte bërë, atëherë do të më duhej të përbalesha me të vërtetën e tmerrshme, se isha përdhunuar, se isha abuzuar. Ta futa me zor, por pastaj e doja vete, ishte gënjeshtra më e madhe që i kisha thënë vetes për të mbijetuar. Ishte mekanizmi im i çmendur për të rifituar kontrolin. Nëse unë doja, atëherë nuk isha viktim. Nëse unë doja, atëherë kisha zgjedhur. Por zgjedhja nuk ekziston aty ku ka detyrim. Dashuria nuk lulëzon në tokën e dhunës. U largova nga era atë ditë. Ishte dita më e vështirë, por edhe më e liruar. Fillova një rrugtim të gjatë për të kuptuar se trauma nuk e dikton vlerën time. Mësova se mund të ndjeja konfuzion, turp dhe madje një lloj tërheqjeje të sëmurë ndaj abuzuesit, dhe se kjo nuk më bënte fajtor, më bënte njeri. Mësova se dashuria e vërtet nuk të lë të zhveshur, të përdhunuar dhe të hutuar. Dashuria e vërtet të mbron, dhe dashuria e parë dhe më e rëndësishme që më duhej të kuroja, ishte dashuria për veten time.